Rikthehemi në studio, vijojmë të jemi me ambientalisten Jonida Çobani dhe 6 prej 13 miqve të saj 4 putroshve, të cilët i mban në shtëpi dhe kujdeset në shtëpi për ta, por Jonida këtë e ka një mision dhe ajo kujdeset edhe për qent në habitatin e tyre. Dhe nuk del nga shtëpia asnjëherë pa ushqim për qenushat. Do ta shohim një video bashkë, Jonida, edhe e komentojmë. Është edhe kjo pjesë e rutinës tënde, e ditës tënde, që të dalësh dhe të ushqesh qenushët e tjerë? Po, është, e bëj këtë një herë në javë, çdo javë të vitit. Dhe është një nga pjesët më të bukura, sepse ata janë qenë që kur të shikojnë me ata sy të rritur, të duket vetë sikur je zot, të japin një satisfaksion që nuk ka punë, nuk ka biznes dhe nuk ka shifër, nuk ka që mund ta japi, dhe janë aq të mirë, aq të sjellshëm, aq të, do thosha që janë shumë të edukuar se këto që kam unë në shtëpi. Vërtet? Se këto janë pak të llastuar, janë pak të llastuar dhe shpeshherë më vjen keq që duhet ishin në një shtëpi, duhet ishin dhe ato pjesë e një familje, sepse ne mendojmë sikur po i bëjmë nder atyre, po në fakt po i bëjmë nder vetes. Është pse edhe në botë, për shembull, njerëzit që janë me probleme mendore, që është në Po ju këshillohet gjithmonë që të kenë një kafshë shtëpiake, veçanërisht një qenush. Pikërisht, pse i këshillohet? Sepse vërtet që janë ilaç pa marrë helme në trup. E para punës është që çdo problem që të kesh, në qoftë se këta të vinë për gëdelin, ai problem sikur shfaroset, sikur nuk minimizohet, dhe ti kupton që mendja ime pas ka bërë këtë problem më të madh se ç'duhet. Nuk qen nga kështu. Sepse ka edhe 13 arsye që jeta është e bukur. Dhe mendoj që është fat i madh për çdo familje ta ketë një qenush. E para punës është që sidomos fëmijët e vegjël i mëson përgjegjësinë. E vërtet. Është ajo që the që në momentin e parë që u takuam, përveç se është dashuri, është edhe përgjegjësi të cilën ti e mëson çdo ditë prej tyre. Si reagon komuniteti? Ti jeton në apartament? Po, jetoj në apartament, ne kemi 300 metra katror shtëpi, dhe këto kanë mundësi të rrinë. Ndani të njëjtin ascensor edhe me banorët e tjerë? Zakonisht i zbresim shkallët pa ascensor, që mos ngarkojmë ascensorin, po kur hypim pastaj hypim me ascensor, sepse jemi në katin e 12. Ka patur njerëz që nuk e kuptojnë këtë pasion tënd. Ka njerëz që shikojnë vëngër, domethënë shikojnë shtrëmbër kur ti hyn me qenushët te dera e pallatit, por ata njerëz sikur i shkrirë pak zemra. Kemi pas një njeri, domethënë njeri që nuk të përshëndeste, sidomos kur shikohen te me qenush, domethënë i bënte ato, i kalonte syt në një kënd për çmimi, një kënd që ç'a bëni ju me këto. Por kohët e fundit domethënë ka filluar të më foli, domethënë i buzëqe. Domethënë dua të them që kanë një lloj magjie këto që i bëjnë njerëzve. Dhe ka filluar të përshëndeset dhe ty edhe qenushë, ti pranoj, edhe ti pranoj me... Domethënë më thotë, okej, futu ti përpara, s'ka gjë, se je me qenushë. Me mirësjellje. Edhe më habit fakti, domethënë se është magjia e këtyre, Si kujdesesh për ta për t'i larë, për shembull? Ajo është pjesë e lodhshme. I laj vetëm një herë në 3 muaj, po vetëm me leckë të lagur dhe me uthull, i laj çdo ditë, sepse vin nga... Po, putrat duen larë, kam përshtypjen çdo ditë. Putrat patjetër, putrat me ujë, me legenin me ujë. Futen njerë putrat aty, pastaj futen në shtëpi. Po, pastaj gjatë ditës domethënë vetëm me ujë me uthull, e derisa i vjen ajo dita që për mua është dita më e lodhshme, që duhet lahen... Po, i lanë të gjithë në të njëjtën ditë? Po i laj të gjithë në të njëjtën ditë, sepse pastaj do më bëhet shtëpia prapë. Po e ke gjetur si një zgjidhje më praktike. Të kanë bërë dëme në shtëpi? Patjetër. Domethënë këpucët më të shmuara që kisha, që i kam dashur gjithmonë, që i kam sjellë që nga Amerika. Po lejnë prapë për këpucët. I kam gjetur një ditë duke i ndarë gjithë bashkë, domethënë takat njëri, pjesën e parë tjetri, tumbi.
Wow. Gjej. Cile është qenushi ose qenusha e preferuar e bashkëshortit? Janë këto të dy që janë më të sjellshëm dhe më të mirët, më well behaved, do të thënë sillen më mirë në publik. Edhe i ka zgjedhur bashkëshorti apo i ka zgjedhur apo të dy kanë zgjedhur bashkëshortin? Kanë zgjedhur njëri tjetrin. Më duket tash s'mund të them, sepse edhe mua më duan shumë. Po kur ti ju ngren pak zërin për shembull. Po. Si reagon bashkëshorti? Jo, nuk e kemi atë problem, se unë nuk para i ngrej zërin, por kur i ngrej zërin, do me thënë kjo është ajo që qortimi që i bëj. Unë e di që bashkëshorti mërzites, kur i qorton, dy të preferuarit e ti. Po, mërzites se në fakt kjo është shumë e urtë. është një mrekulli Baby K, me gjithse është kokë fort, edhe me gjithse është qapkëne, është e vetmja që mund të bëj kasapa në shtëpi, por ajo është vetëm një moment. Pastaj gjithë javën është sus, e ke mirë, është mirë. Si e ndreqet historinë e këpucëve? Pra më thej që këpucët e tua të preferuara i kanë dëmtuar dhe marrë me mend që edhe orëndit të tjera janë dëmtuar nga kaq shumë qenush në një ambient divane kështu me radhë. Ti bleu bashkëshorti sërish? Më ka hequr atë, unë kam qenë shumë partikulare me shpinë, nga që interior design po, profesioni yt. Eksakt, profesioni im dhe kam qenë shumë e fiksuar për shpinë. Të vetmi që më ka hequr këtë fiksim, mbase jo të nevojshëm. Do me thënë, isha shumë perfekte në gjërat e shtëpisë, duhet i kisha gjërat klas, do me thënë që të ishte sa më bukur shtëpia, sa më elegante, sa më komode, kur në fakt nuk është kjo ajo që unë vërtet kërkoja. Por e mësova kur kisha këta në shtëpi. No, Gjej, pra praktikisht të ka ndryshuar plotësisht jetën. Më ka ndryshuar, po. Të ka ndryshuar jetën, të ka ndryshuar ditën. Më ka bërë dhe shumë njëri më të mirë, shumë më të ndjeshëm. E kisha këtë ndjeshmëri që në Bogli, po e kisha fshehur. Do më thëmë, biznesi ma kishte mbuluar me shtresa. Edhe kur erdha në fillim fare në Shqipëri, edhe mami më thoshte, moj ti ke qenë engjëll, pse e bërka që ftohtë? Duhet të them, më kthyen aty ku isha. Më kthyen sërish Jonida. Cila është historia më e vështirë e një qenushi që ti e ke shpëtuar nga rruga ose që e ke adoptuar diku? Ajo që të ka bërë realisht të kuptoje që nuk do të largoshe asnjëherë prej tyre dhe do të isha aty për të kujdesur për ta. Në fakt, unë në fillim kam strehuar në shtëpinë time 23 qenusha në të njëjtën kohë. Një mami me 10 beba. Wow. Edhe vëllezërit e motrat, 6 vëllezërit e motrat e... Dhe kisha dhe disa të mëdhenj të tjerë. E shikoja do më thonë që i morëm diku në ati nga Rinasi dhe mamin e quanin Mafia, se nga Afrika e Madhe ajo fshihej, do më thënë, ishte e padukshme. Por njerëzit aty afër nuk e pëlqenin që t'ishte pjesë e komunitetit, pjesë e ambientit, edhe e dëbonin. Ajo ishte me bebat e vogël, që kishte nevoj për një vend që kishte nevoj për pak qetësi, kishte nevoj për si çdo një nën që të rrisi fëmijët e saj. Dhe në momentin që ma propozoi një shoqja ime dhe tha, a mund ta marrësh, sepse nuk do jetë ky vend, se ishte edhe buz rrugës dhe ato që nuk ishte vendi përshtatshëm. Nuk ishte vendi përshtatshëm. Edhe e bëra këtë. Ajo ishte, domethënë, hapi parë drejt gjithë asaj porte të madhe që ushqyme të dy aty. Po, e pabesueshme. Dhe kur e mora... Pra nisi me mafian. Mafia. Mafia ka qenë e para. Mafia ka qenë e para, ka qenë gjithë historia. Dhe, domethënë, erdhi bashkë me putrosha dhe pastaj në fund ishte momentin që unë duhet ta çoja prapa aty ku ishte Mafia. Po nuk e bëre dot. Nuk e bëra dot. Do me thënë, e me ka menduar gjatë.
Dhe ja ku jemi tani. Pra, pas një nëne me fëmijë që jetonte në rrugë në një vend të papërshtatshëm, ti vendose që ta marrësh në shtëpi, arrin maksimumin e 4 putroshve në shtëpi sa ka qenë ndonjëherë? 23 ka qenë në të njëjtën kohë. 23 në të njëjtën kohë. 23 4 putrosh në një apartament, në shtëpinë e Jonida Çobani dhe bashkëshortit të saj. Një histori e jashtëzakonshme dashurisë dhe përkushtimit të përqenushat. Dhe isha vetëm sepse mami nuk më kuptoni atë moment, sepse ishte tepërt. Dhe unë bëra edhe një gabim që nuk më falej. Mendova që të ushqeja mamin, se pash edhe këto 6 qenushat e tjerë që ishin praktisur, e thash, okej, unë kam një mami, atëre, do më thënë, mund të rritem bashk. Edhe pas ta i adaptojmë. I mora dhe 6 këto të tjerët në shtëpi dhe ajo ishte gabimi më i madh sepse mami pastaj mafia i abandonoi dhe të vetët dhe fëmijët e vet dhe qenushat e vet sepse ju ngatrua era i qenushave të vet ju ngatrua me shumë pas ke mësuar, nuk është aq e lehtë që të bashkëjetojnë kaq shumë qenush në të njëjtin ambient, 23 të tillë. Unë mendoja që okej, unë do ushqej mamin, mund të shpëtoj edhe këta të tjerët. Po jo, nuk ishte sepse ajo i largoi dhe ato të vetët dhe mua më desh të ushqeja me biberon çdo 3 orë 16 klyshat vegjël. Derisa ata u rritën, që mund të hanin ushqimin. Për një muaj e gjys e kam bërë këtë punë dhe ka qenë dita, do me thëmë periuda më e vështire e jetës time, sepse nuk ja dilja dot. Dhe kur nuk je lodhur dhe nuk je dorëzuar në këtë periudhë që ke ushqyer kaq shumë qenush të vegjël me biberon çdo 3 orë, siç bën një nën për të ushqyer të voglit me qumësht, nuk do të lodhesh edhe nuk do të dorëzohesh kurse si në një atmosferë të tillë që duket vërtet shumë e harreshme. Ishte shumë kënaqësi, e mirëpritur gjithmonë me ose pa 4 putroshët e to. Faleminderit shumë. Publicitet i kthehemi pas pak. Faleminderit shumë.